Pjesa e tretë. Të marrësh dashurinë që do. Një guidë për çiftet. Në letërsi, ashtu si dhe në dashuri, ne mahnitemi nga zgjedhjet e të tjerëve. Shumë njerëz nuk e kanë të lehtë ta pranojnë idenë se ata kërkojnë partner që u ngjajnë kujdestarëve të tyre. Në nivel të ndërgjegjshëm, ata po kërkojnë njerëz vetëm me cilësi pozitive, njerëz të cilët ishin, përveç të tjerave, të mirë, të dashur, të pashëm, të zgjuar krijues. Në fakt, nëse ata do të kishin pasur një fëmijë të palumtur, padyshim që do të kishin kërkuar për njerëz të cilët do të ishin tërësisht të ndryshëm nga kujdestarët e tyre. Ata i thon vetes, nuk do të martohem kurrë me një pianet si i mat, ose kurse si nuk do të martohem me një tirane si i me më. Por, pavarësisht qëllimeve të tyre të ndërgjegjshme, pjesa më e madhe e njerëzve tërhiqen nga partner që kanë tipare pozitive dhe negative të kujdestarëve të tyre. Dhe në mënyrë tipike, tiparet negative janë ato me influencë më të madhe. Kam arritur në këtë përfundim të kthjellët vetëm pasi kam dëgjuar me qindra çifte të flasin për prindrit e tyre dhe pasi i kam ndarë eksperiencat e tyre me Helenën. Edhe Helena është specializuar në këshillim dhe mendimin e saj të paçmuar, mund të analizoj eksperiencat e mia me çiftet. Në një pikë të kursit të terapisë, pothuajse çdo njeri kthehej me inat nga partneri, apo partnerja dhe i thoshte: "Ti më trajton njësoj si nëna ime", ose "Ti më bën të ndihem po aq i pa shpresë dhe i stresuar sa një erku im". Kjo ide u përforcua më tej kur të gjithë klientëve të mi u dhash të bënin të njëjtin ushtrim, ku kërkohej të krahasonin tiparet e personalitetit të partnerëve të tyre me tiparet e personalitetit të kujdestarëve të tyre. Në shumicën e rasteve, kishte një lidhje të ngushtë midis prindërve dhe partnerëve, dhe me pak përjashtime, tiparet që përputheshin më tepër ishin ato negative. Pse tiparet negative kanë një ndikim të tillë? Nëse njerëzit i zgjedhin partnerët mbi një bazë logjike, ata do të kërkojnë partner që kompensojnë mangësitë e prindërve të tyre në vend që t'i dyfishojnë ato. Për shembull, nëse prindrit tuaj ju lënduan duke mos qenë besueshëm, linja e veprimit do t'ju bënte të martoheshit me një person të varur, dikush që do t'ju ndihmonte të kapërcenit frikën tuaj të braktisjes. Nëse prindrit ju kanë lënduar duke qenë shumë protektiv, zgjidhja praktike do t'ishte të kërkoni dikë që do t'ju linte hapësirë fizike të mjaftueshme në mënyrë që ju të kapërcenit frikën tuaj. Pjesa e trurit që ju drejtoi për të kërkuar një partner të tillë nuk ishte truri juaj logjik i riu, ishte truri juaj i vjetër miop, i ngecur në kohë. Dhe ajo çfarë donte të bënte ai, ishte të rikrijonte kushtet e rritjes suaj, që të mund t'i korrigjonte ato. Duke qenë se ju është dhënë mjaftueshëm për të mbijetuar, por jo për të ndjerë të kënaqur, ishte një përpjekje për të kthyer në skenën e problemit tuaj origjinal, që ju të mund t'i zgjidhnit punët tuaja të lëna për gjysmë. Në kërkim të vetes së humbur, po ana tjetër e juaja e pavedishme, nevoja për të gjetur veten e humbur, ato mendime, ndjenja dhe sjellje që ju është dashur t'i ndrydhni, për t'ju përshtatur me familjen tuaj dhe shoqërinë, kush mund t'ju ndihmojë të rigjeni ndjesinë tuaj të plotësisë? A mund të jetë dikush që ju ka inkurajuar vazhdimisht të zhvilloni këto pjesë të munguara? Vite më parë, kur ndodheshit pranë njerëzve të cilët ishin shumë të fortë për ju, mbase ishit dhe më i vetëdijshëm për tmetën tuaj. Por nëse ju arrinit të krijonit një marrëdhënie intime me njërin nga këta njerëz të talentuar, keni pasur një reagim komplet tjetër. Në vend që të ndjeshit të mahnitur apo ziliqar, papritur, ju u ndjet më të kompletuar. Duke qenë të bashkuar emocionalisht me këtë person, ky është i dashurim, ose kjo është dashura ime, bët që atributet e tij ose të saj të ndieshin pjesë e një uni më të madh dhe më të përmbushur. Ishte sikur ju ishit shkruar me personin tjetër dhe ishit bërë një. Shikoni përreth dhe do gjeni prova të dukshme se njerëzit i zgjedhin partnerët me trajta plotësuese. Dani është brisk nga goja dhe me humor, ndërsa gruaja e tij, Gretchen, është e menduar dhe introverte. Gjanisa është një mendimtare intuitive dhe burri i saj, Patriku, është shumë logjik. Rena është një kërcimtare, ndërsa i dashuri i saj, Matthew, ka një trup të fortë dhe të drejtë.
Ajo çfarë njerëzit bëjnë është thjesht fakti se ata po përpiqen të gjejnë veten e humbur. Imagoja. Për t'ju drejtuar në kërkimin tuaj për partnerin ideal, dikush që i ngjan të dy kujdestarëve tuaj dhe kompenson pjesët tuaja të shtypura, ju mbështeteni mbi një imazh të pandërgjegjshëm të seksit të kundërt, të cilin keni filluar ta krijoni që në lindje. Helena dhe unë vendosëm se një emër i përshtatshëm për këtë foto të brendshme do të ishte Imago, e cila është fjala latine për imazh. Në thelb, imagoja juaj është një fotografi e përbërë njerëzve që kanë ushtruar influencë të fortë mbi ju në moshë të re. Ky mund të ketë qenë nëna ose babai juaj, njëri nga vëllezërit apo motrat, ose mbaso një dado ose një kushëri i afërt. Mund të duket e pamundur që ju të keni një kujtim të detajuar të kujdestarëve tuaj diku brenda në kokën tuaj, kur ndërkohë keni kujtime të zbeta të tyre viteve të hershme. Në fakt, shumë njerëz nuk mbajnë mend pothuajse asgjë që mund të ketë ndodhur përpara moshës 5 ose 6 vjeç, madje edhe ngjarje dramatike që duhet ju kishin lënë përshtypje të thella. Por shkencëtarët raportojnë se ne kemi masa të mëdha informacioni të fshehura në trurin tonë. Neurokirurgët ishin ata që zbuluan këtë fakt, duke kryer operacione në tru mbi pacientë të cilët ishin nën anestezi lokale. Ata stimuluan pjesë të trurit të pacientëve me shkarkesa të ulta elektrike dhe pacientët papritur mund të kujtonin qindra episode të harruara të fëmirisë në detajet mahnitshme. Mendjet tona janë magazina të mëdha të informacionit të harruar. Ekzistojnë edhe ata që sugjerojnë se gjithçka që ne kemi përjetuar ekziston diku në errësirë në pjesët e fshehta të trurit tonë. Imagoja dhe dashuria romantike. Le të marrim këtë informacion mbi imagun dhe të shohim si përshtatet me teoritë tona të mëparshme mbi tërheqjen romantike. Si ilustrim po ju tregoj historinë e një klientes time që po e quaj Lin, e cila kërkonte vetëm dashuri. Lin është 40 vjeçë dhe ka 3 fëmijë të rritur. Ajo jeton në një qytet mesatar në New England, ku punon për bashkinë e qytetit. Peteri, burri i Linit, është një projektues grafikësh. Në seancat e para këshilluese që pata me Linin dhe Peterin, mësova se babai i Linit kishte pasur një influencë të jashtëzakonshme mbi të. Me sa dukej, ai bënte shumë para dhe nuk kursehej për të. Por gjithashtu, ai bëhej shumë i pandjeshëm dhe kur kjo ndodhte, Lini ndihej e zemëruar dhe e kërcënuar. Ajo më tregoi për mënyrat e pafundme të cilat ai e bezdiste, edhe pse dinte se ajo e urrente këtë. Kur ajo më në fund shpërthente në të qara, ai qeshte dhe i quante qaramane. Një rast që ajo s'do ta harroj kurrë, ai e hodhi në një lumë për ta mësuar të notonte. Kur Lini më tregoi këtë histori, zëri i ndryshoi dhe i nguli gishtat pas karrikes. Si mundi ta bënte këtë, i mat? Më pyeti. Isha vetëm 4 vjeçe. Më kujtohet që shihja vajzën time kur ishte 4 vjeçe dhe akoma abitesha se si mundi të ma bënte mua atë. Është një moshë kaq e çiltër dhe kaq e brisht. Nëna e Linit ishte gjithashtu një burim i fuqishëm imazhesh. Për më tepër, ajo tregoi bujare me kohën dhe vëmendjen që i kushtonte të bijës dhe ishte e qëndrueshme në lidhje me disiplinën e saj. Ndryshe nga babai i Linit, ajo ishte e ndjeshme ndaj ndjenjave të vajzës. Kur ajo e mbulonte Linin natën, e pyeste si e ka ishte kaluar kohën dhe përkëdhelte nëse Lini tregonte ndonjë vështirësi emocionale. Por dhe nëna e Linit ishte gjithashtu shumë kritike. Asgjë nga ato që thoshte apo bënte Lini nuk ishte siç duhej. Nëna e saj e korrigjonte gjithmonë për gramatikën, për mënyrën si krikte flokët, i kontrollonte detyrat e shtëpisë. Lini ndihej në shënjestër pranë saj dhe kishte ndjesinë se gjithmonë po i prishte qetësinë. Edhe njerëz të tjerë kanë ushtruar influencë të fortë mbi Linin, dhe një nga këta ishte motra e saj më e madhe, Judy, vetëm 14 muaj më e madhe. Ajo ishte idhulli i saj. E gjatë dhe talentuar, ajo dukej se kishte sukses në çdo gjë që bënte. Lini admironte motrën e saj më të madhe dhe dëshironte të kalonte sa më shumë kohë të ishte e mundur me të. Por kur e bënte këtë, ndjehej gjithnjë inferiore. Gradualisht, tiparet e personalitetit të këtyre njerëzve kryesor, nënës, babait dhe motrës së saj më të madhe u shkrinë së bashku në mendjen e pavedishme të Linit për të formuar
një imazh të vetëm, imagun e saj. Imagoja e saj ishte fotoja e dikujt që ishte midis të tjerash, i dashur, i dedikuar, kritik, i pandjeshëm, superior dhe bujar. Tiparet e karakterit që spikatnin midis tyre ishin ato negativet, tendenca për të qenë kritik, i pandjeshëm dhe superior, sepse këto ishin ato që e kishin lënduar më shumë, me të cilat ajo kishte akoma hesape palar. Herën e parë, Lini u takua me Peterin në shtëpinë e një mikeshe. Kujtimi kryesor nga ky takim ishte se kur ajo ishte prezantuar me të, e kishte parë në fytyrë, ai ishte dukur si i njohur. Ishte një ndjesie e çuditshme. Javën pasardhëse, ajo gjente justifikime për të shkuar sërish te shtëpia e shoqes së saj dhe kënaqej kur shihte se Peteri ishte aty. Gjatë terapisë së tyre, unë arrita të vlerësoj sa përshtatje e mirë me imagon e saj ishte Peteri për Linin. Ai ishte i lirshëm dhe plot besim në vetvete, tipare që i ndante me baban dhe motrën e Linit, por ai gjithashtu kishte edhe një natyrë kritike, si nëna e saj. Vazhdimisht i thoshte Linit sa ajo duhet të dobësohej, të çlirohej, të ishte më e harreshme në shtëpi, sidomos në krevat, dhe të ishte më e vëmendshme në punë. Lini kalonte shpesh luhatje depresioni, dhe këshilla e Peterit për të ishte: fol më pak dhe bëj më shumë. Jam lodhur duke dëgjuar për problemet e tua. Kjo ishte në përputhje me përqasjen e tij ndaj ndjenjave të pakëndshme, të cilat i mbulonte me aktivitete të pandërprera. Një tjetër arsye pse Lini u tërhoq nga Peteri ishte se ai ishte shumë rehat me trupin e tij. Kur unë shikoja së bashku, shpesh më kujtoheshin fjalët e një profesori tim. Nëse dëshiron të njohësh me kë është martuar klienti yt, imagjino të kundërtën e tij ose të saj. Lini do të ulej me duart dhe këmbët e kryqëzuara, ndërsa Peteri do të rinte në karriken e tij komplet i çliruar. Ndonjëherë ai do të hiqte këpucët dhe do të rinte këmbë për mbi këmbë. Tani, kemi disa ide pse Lini u tërhoq nga Peteri. Po Peteri, pse u tërhoq nga Lini? Fakti se ajo kishte një natyrë emocionale ishte njëra nga arsyet. Edhe pse prindrit e kishin pranuar trupin e Peterit, ata kishin refuzuar ndjenjat e tij. Kur ai ishte me Linin, ai ndihej më pranë emocioneve të tij të shtypura. Ajo e ndihmoi atë të rivihej në kontakt me veten e tij të humbur. Për më tepër, ajo kishte shumë veçori të karakterit që edhe atij i kujtonin prindrit. Sensi i humorit i kujtonte nënën, ndërsa varësia e saj dhe mënyra e vetkontrollit i kujtonte baban. Ata kishin rënë në dashuri, sepse Lini i përgjigjej imagos së Peterit dhe Peteri i përgjigjej atij të Linit, dhe sepse ata kishin tipare të shumta plotësuese. Pyetja e cila më shpesh më bëhet kur flas për faktorët e pavedishëm në përzgjedhjen e partnerëve është kjo: si mund të tregojnë njerëzit kaq shumë gjëra për njëri tjetrin kaq shpejt? Nëse disa karakteristika mund të jenë të lehta për të dalluar, seksualiteti i Peterit për shembull, ose sensi i humorit të Linit, të tjerat nuk janë kaq të dukshme. Vetëm duke i vështruar njerëzit ne mund të marrim informacion me shumicë. Kur shkoj në punë çdo mëngjes, automatikisht vështroj njerëzit që ecin në trotuaret e zhurmshme të Manhattanit. Gjykimi im është i menjëhershëm. Ky është dikush që do dëshiroja ta njihja. Ai atje është dikush që nuk më intereson. Një shofer kamioni më tha se ai mund të dallonte cilin udhëtar të merrte me vete ose jo, dhe pse e ngiste kamionin me 65 milje në orë. Dhe rrallëherë gabohem, shtoi ai. Aftësitë tona vëzhguese janë tepër të mpreta kur jemi në kërkim të një partneri, sepse po kërkojmë dikë që të kënaqë njësitë tona themelore të pavedishme. Ne kalojmë gjithkënd në të njëjtën mbikëqyrje të rrept. A është ky dikush që do të më trajtojë mirë dhe që do të më ndihmojë gjej veten time të humbur? Kur takojmë dikë që duket se i përmbush këto nevoja, truri i vjetër regjistron interes të menjëhershëm. Në të gjitha takimet e mëpasshme, mendja e pavedishme është tërësisht në gatishmëri, duke kërkuar për gjurmë se ky në fakt mund të jetë partneri i përsosur. Nëse eksperiencat e mëvonshme konfirmojnë përputhjen e imagos, interesi ynë rritet edhe më shumë. Jo çdo kush gjen një partner kaq të përafërt me imagon. Ndonjëherë vetëm një ose dy tipare të karakterit përputhen dhe tërheqja fillestare ka gjasa të zbehet. Një marrëdhënie e tillë shpesh është dhe më pak pasionante dhe me më pak probleme nga ato që karakterizohen nga një përqasje më e afërt.
Arsyeja pse është më pak pasionante është se truri i vjetër po kërkon akoma për objektin pëlqyes ideal, ndërsa arsyeja pse ka tendenca të jetë më pak me probleme është se aty nuk ekziston përsëritja e kaq shumë betejave të fëmijërisë. Kur çiftet me përqasje të dobët të imagos i japin fund marrëdhënies së tyre, shpesh ndodh sepse ata kanë pak interes për njëri tjetrin, jo sepse ata janë duke vuajtur. Asgjë interesante nuk po ndodh, të thon ata. Në këtë pikë të diskutimit tonë rreth marrëdhënieve të dashurisë, kemi krijuar një tablo të plotë mbi misterin e tërheqjes romantike. Krahas teorisë biologjike, teorisë së shkëmbimit dhe teorisë së personit të diskutuara në pjesën e parë, ne kemi shtuar idenë e kërkimit të pavetëdijshëm të një personi që përputhet me imagon ton. Motivimi ynë për të kërkuar imagon perfekte është dëshira jon urgjente për të shëruar plagët e fëmijërisë. Po kështu kemi informacione të reja mbi konfliktet martesore. Nëse arsyeja kryesore e zgjidhjes së partnerëve tanë është që ata të ngjajnë kujdestarëve tanë, është e paevitueshme që ata të hapin sërish disa plagë të ndjeshme. Por, përpara se të zhytemi në këtë batak dhimbjeje dhe ngatresë të quajtur betejë e pushtetit, do të preferoja të përqendroheshim mbi lumturinë e dashurisë romantike, ata muaj ose vite të parë të një marrëdhënie kur ne jemi të mbushur me pritshmërinë e mrekullueshme që të na plotësohen dëshirat.